Në Universitetin Ndërkombëtar Ballkanik në Shkup është organizuar një bashkëbisedim me temë ndërtimi botës së re, ura akademike dhe kulturore për rininë e Ballkanit, i mbështetur nga kryesia e turqeve jashtë vendit dhe komuniteteve mike. Në këtë ceremoni morën pjesë kryetari i bordit të besimit të fondacionit İlim Yayma Bilal Erdogan, ambasadori i Turqisë në Shkup Fatih Ulusoy, kryetari i YTB-s Abdulhadi Turus, presidenti i Agjencisë Turke për Bashkëpunim dhe Koordinim Abdullah Eren, nënkryetarët e AK-partisë Hasan Basri Yalçın dhe Zafer Sirakaya, kryetari i bordit drejtues të IBU-s Bilal Suçubaşı. Rektori i UB-s, profesor Dr. Lutfi Sunar, deputet nga Maqedonia e Veriut, student dhe shumë të ftuar të tjerë. Në fjalën e tij, Erdogan foli për rëndësinë që presidenti Recep Tayyip Erdogan i kushton Ballkanit. Në Turqi sot, brenda popullsisë prej 86 milionësh, ndoshta numri atyre nga Maqedonia është më i madh se në vetë Maqedoni, apo jo. Kur e shohim, ky vend neve na dha një fëmijë dhe një të afërm. Ndërkohë duam një Turqi të ndritur, e të zhvilluar, një botë ku bota islame ngrije dhe sjell shpresë më të fortë për botën. Ne u ritëm duke kundërshtuar shkëputjen e rendit botëror që nga fëmijëria. Kryetari i YTB-s Abdulhadi Turus deklaroi se ndërtimi një bote të re nis nga Ballkani. Nga këto troje kanë lindur filizat. Besoi se në një botë ku sot mbizotron kaosi dhe ku fatkeqësisht vriten foshnjë pa u dëgjuar zëri askujt, Ballkani do të jetë sërish i pari që do të reagojë, deklaroi Turus. Presidenti i TIKA-s Abdullah Eren falenderoi YTB-n për organizimin e programit dhe u shpreh se TIKA do të vazhdojë të mbështesë Maqedoninë e Veriut dhe rajonin e Ballkanit. Kryetari i bordit drejtues të IBU-s Bilal Suçubaşı deklaroi se IBU nuk është vetëm një institucion që synon sukses akademik, por edhe një vatër që bashkon kultura të ndryshme dhe forcon lidhjet shpirtërore midis Ballkanit dhe Turqisë. Rektori i IBU-s, profesor Dr. Lutfi Sunar, tha se janë shumë të lumtur që universiteti i tyre po pret një aktivitet kaq të rëndësishëm në zemër të Ballkanit. Ndërkohë, në kuadër të aktiviteteve me mbështetjen e YTB-s, u hap edhe ekspozita Palestina përmes gjuhës së Penelit me vepra të artistëve palestinez.